Mirë se erdhët të dashur peshqi në Letra Trefej, jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Pyetja kur hapa letrat ishte: çfarë po vjen në jetën tënde në këto ditë të ardhshme? Letra e parë është asi i monedhës, që është goxha një letër e bukur. Kjo nuk është peshqi një mundësi e thjeshtë. Është një fillim që ka potencial të bëhet diçka serioze dhe e qëndrueshme. Ka një detaj shumë të rëndësishëm të dashur peshqi. Kjo nuk vjen si diçka perfekte, vjen si diçka që duhet ndërtuar. Shembull konkret që mund t'ju jap është një ofertë pune në fillim duket e thjeshtë, por ka rritje. Një ide për të bërë diçka vetë, diçka që mund të kthehet në të ardhura. Një mundësi për të stabilizuar diçka që ka qenë e paqartë. Kjo letër thotë: ajo që po vjen ka vlerë, por vetëm nëse ti e merr seriozisht dhe nuk e le për gjysmë. Letra e dytë është kulla, të dashur peshqi. Ku duhet të kesh kujdes, është pyetja e kësaj letre. Kulla kjo është pika kyçe në fakt i gjithë leximit. Diçka po prishet. Absolutisht jo kur për t'ju dëmtuar, por sepse nuk ka qenë e fortë që në fillim, apo nuk e ka vletur. Kjo mund të jetë një marrëdhënie që ka pasur krisje dhe tani del e gjitha në sipërfaqe. Një plan që nuk po funksionon dhe po detyrohesh ta pranosh, një realitet që nuk mund të zbukurosh më. Këtu gabimi do ishte të përpiqesh të mbash me zor atë që po bie. Sepse në fakt kjo letër nuk pyet, ajo rrëzon. Dhe ajo që bie këtu nuk ka për të qenë më si më parë, të dashur peshqi. Mundësia e asaj që po vjen dhe pas kësaj kulle, letra e tretë është dielli. Kjo është ajo që shumë nuk e kuptojnë. Pas kullës vjen dielli. Gjithmonë. Gjithmonë, të dashur. Dhe kjo është shumë e fortë. Pas një sqarimi të fortë vjen lehtësim emocional, qartësi, e di çfarë është dhe çfarë nuk është për ty, kupton këtë, një ndjesi lirie që nuk e ke pasur prej kohësh. Shembull konkret mund t'ju jap sikur një situatë që të ka lodhur mbyllet dhe ti ndihesh më i lehtë. E kupton më në fund të vërtetën për një person. Fillon një periudhë më e hapur pa tensionin që kishe. Kjo letër thot, ajo që po bie, po të çliron dhe asnjëherë s'po humb. Letra 4, çfarë duhet të bësh konkretisht? Është perëndori. Këtu ndryshon loja. Nuk mjafton të kuptosh. Duhet të veprosh ndryshe. Diçka pra po vjen e re. Po ndryshon diçka që nuk ka qenë në favorin e juaj, apo nuk ju ka sjellë asgjë. Pas kësaj po kuptoni, po i hapni syt, po çliroheni në kuptimin e plotë të fjalës. Dhe e kuptoni që me kaq nuk mjafton. Këtu ndryshon loja. Nuk mjafton vetëm të kuptosh, duhet të veprosh ndryshe, peshqi. Perëndori kërkon vendime të qarta, kufi të fortë, mos tolerim të gjërave që nuk funksionojnë. Shembull konkret mund t'ju jap të mos lejosh dikë të mbajë në paqartësi, të marrësh kontroll mbi financat apo punën tënde, të mos reagosh emocionalisht, por me mendje të ftohtë apo të mendosh më logjikisht. Kjo është energji, jo pritje. Këshilla, si këshill kam marrë nga grupi tjetër i letrave, e vërteta është më e ndërlikuar se sa mendon. Kjo lidhet direkt këtu me këtë kullën këtu. Një situatë nuk ka qenë aq e thjeshtë sa e ke parë apo sa e ke menduar. Një person nuk është ashtu siç ke menduar,
ose ti vetë ke shmangur disa të vërteta që tani po dalin në pa. Mos nxirr përfundime shpejt. Peshqi. Shiko gjithë pamjen para se të vendosesh. Këto ditë pra nuk janë të qeta për ju të dashur peshqi. Janë ditë që do të ndryshojnë drejtimin e juaj. Një gjë po bie, një gjë po hapet, dhe ti vendos se si do të ndërtosh pjesën tjetër. Nëse nuk merr kontrollin, situata do të detyrojë ta marrësh në një farë mënyre, por në mënyrë më të vështirë. Prandaj, të vazhdojmë, të udhëheqim apo të marrim timonin në dorën tonë, nga që mundësit janë aty. Universi po të largon gjërat që nuk të duhen, po t'i ofron ato, por duhet i kapësh. Nuk mjafton të vinë tek dera vetëm, duhet të punosh me to.